Dalë burës. Pyetje po të bëj. E keni bërë maman time tani kemi nga emision. Ble maman. Pse? Po pse? Sa ka pao? Do të rgjitje, hajde! Sa ka pao Kosova! Të dua Kosova! Dëgjo, mama, shiko, hajde këtu mama. Mama, dëgjo, unë them ta lë këtë profesion dhe ta vazhdosh si. Pse? Si ha, ç'është ky Se do të rgjitje shumë për në. Dëgjo, kush të solli këtu? Po, ti s'ke punë se kush më solli mua. A, jam unë këtu. Unë shkreti kaq vite në për televizion e deret më mëdha ja bëni mamas time. Apo Po burë thanë di unë, thanë del thanë ai thanë të futet kjo. Po keni frikë se ka pas pistoleta jo. Jo, dëgjoj, s'ka. A për kujt do tulesh? A për Inës apo afër Arborës? Po një soi të dyja, mi kam zëmë. Okej, merr të dyja. Po riu recept. Po urdhroj, mori të dyja. Morë vesh tani. Po. Faleminderit shumë çire, do ta gjitni edhe një herë, më e madhe. Faleminderit shumë. Zonja Rebek, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit. Rrëf Samolet të Shqipërisë, faleminderit shumë. Ju që më bërët ftesën edhe erdha. Faleminderit shumë. Është kënaqësi e madhe që ndodhem këtu pranë jush. Edhe do me thënë ju maman e silli me aeroplan, mua më thoni hajde vetë me makinë. Aha. I këto me dy standarde, nuk është gjë mirë kjo. Jo se kjo dy standarde të fishta. Po standarde të fishta, çdo me thënë kjo tani, edhe nuk flet, si mbante kesh. Zonja Rebek si kalove? Mirë, faleminderit. Me shëndet mirë? Jam mirë se ndodhem pranë jush. Falenderoj shumë që ke ardhur dhe ke gjetë kohën edhe mundin. Unë ju falemderit ju. Edhe po besoj që lejti po të gjonë shumë se një me është kapetani vërtet. Kapetan. Po. Kapetani është ajo, nuk jam unë. To e duan shumë më punë, Kosovë e duan ma shumë se juve. Se tyje, se gjestin, se gjitha dhe. Gjo, nëse letë flasi vetë, po ushtarakët që kanë qenë atë ko... Sigur, ne kemi një dëshmor në familje që është Dajo e nënës time, edhe unë e kam thënë në emision tjetër, ka qenë me brigadën e 45 sulmuse që kaluan kufijt edhe është vrar gjatë luftës dytë botërore gjithmonë me atë ëndrën për Shqipërinë etnike dhe me gjithë se ishin minoritar. Dhe vari ti është të vares dhe dëshmorve në Shqipëri. Kështu që... Erdi ishte këtu. Po pra, erdi, ato po them. I jasollën eshtra. Po, nëse tregojti. Jo, s'ka problem. Për ndryshe, për zonja Rebek, ka respekt të zakonshëm për emisionin të edhe për mua, po ashtu si që kam respekt edhe për juve. Faleminderit shumë. Unë leta marrin vesh të gjithë këtu, kam marrë pavarësisht se gjendja ime ishte pak e rënduar nga gjendja që ndodhem, po kur dëgjova Lajrtin që tha që do vete në Prishtinë dhe do takoj Sadrin, unë ndjeva një kënaqësi të jashtëzakonshme, nuk e di. Instinktivisht i thash Lajrtit, do vesh në Prishtinë? Po mama, nesër më merr me vete, i thash. Ja nga këto thot, nesër më merr me vete. Me rizie, kupton. Dhe kam marrë që të takoj ju, se kam respekt edhe për emisionin, edhe uroj nga shpirti im që kështu të jeni, të keni vazhdimsi, sukses në emision, në rrugtimin tuaj, dhe të jeni të dashur, gjithë kolektivi këtu që jeni, dhe të keni respekt për njëri tjetrin. Me këto të dyja, realizohet çdo gjë. Me këto të dyja dhe më thonë se piqet durt. Jo, respekt dhe dashuri. Respekt i ina, dashuria Arbora. Në me kur jemi tek respekti dhe dashuria, pëlqejnë femrat e Kosovës më shumë apo të Shqipërisë? Për nuse Lajrti. Njësoj janë. Kur themi femrat e Kosovës, edhe femrat e Shqipërisë janë njësoj, nuk mund të bësh dallim. Pse? Se me Kosovën një kom, një flamur. Po kur të pyeti Ledion e tha i kështë morë gjitha sonde, a i kështë zjedha njënë për Lajrtin a ju? Jo, atëherën, a i më tha që a e pranon Valbonën që ta sjellim aty, i thash me kënaqësi, sill Valbonën dhe 100 të tjera. Do me thënë që brenda 100 të tjerave ishte Valbona. Valbona ishte kryesorja, por dhe 100 të tjera po të shifte Lajrti të zgjidhte. Bravo, sonde kush është kryesore, Arbora? Jo, këtu nuk ndëry, këtu është vetë Lajrti. Jo, po të thot ty, të zgjidhe ti. Qofse do ishte zgjidhja jote. Jo, të dyja janë të mrekullueshme, për mua. Për mua?
Me cilën e kështë që ma mirë, për shumë. Me ty. Ju kam thënë. Ju kam thënë. Janë aki pru mu marë. Me ty. Shumë si të nua, E kam thënë, dhe tek emisioni me Ledionin, ja kam thënë kështu publikisht, jam grua pa komplekse. Mama, dëgjoj. Kështu që... Do thuash tani të paktën se me që Sadria nuk mund të flasë për veten, po ja marrë unë rolin e gazetarit. Po, s'ka problem. Do më thënë më the që dua të vi, thash është pak rrugë e gjatë mama të zë makina dhe i këtej. Dhe me ndova që nuk do... Po, ty të pas kanë sill me aeroplan dhe bravo të qoftë. Faleminderit, herë tjetër nuk të vi unë me makinë nga Tirana, jo, si me aeroplan, si mama. Me aeroplan, po. Po, më thej që dua të vi për një arsye, të takoj Sadrin. Se ai nuk ta bën dot të pyetje se do flasësh për të, po ta bëj unë. Para një viti, do me thënë, kur ka marrë këtu për problemet e mia, që në ndodhi fatkejsia me bashkëshortin tim, me baban Ndjes pas, po. Amin. Duke qëndruar në shtëpi, do me thënë në atë mallëngimin tim që kisha, rënja ime shpirtërore, mungesa e bashkëshortit, Laerti më afron një libër. Ka qenë ke juve dhe ju i kishit dhënë një libër. Po, këtë libër, po. Po. Dhe më tha Laerti, gjatë kohës që unë jam në teatr, mami, ti me që merresh me punë të shtëpisë, kur ke pushim dhe e ke qef librin, se kam lexuar vazhdimisht më tepër nga Ilia, që shkruante, kemi qenë bashkëudhëtar tek libri, më tha merre këtë librin dhe lexoje. Dhe në fund pastaj më thuaj për përshtypjet e tua. E kam marrë librin, e kam lexuar, jam prekur jashtëzakonisht thellë për ato ndjenjat, për atë respektin që ke shprehur për maman, mamaja të prehet në parajs, që ke thënë uratën. Amin. Për atë sakrificën që keni thënë, që mamaja vuante e ka qenë e sëmur, do me thënë, në atë moment, vura veten time, që bashkëshorti im ishte i sëmur dhe i shërbeja, edhe thash, sa gjunaf, do me thënë, iku nëna, edhe fëmia ndjen dhimbjen e nënës. Kjo më ka prekur, dhe gjatë kësaj kohë që kam lexuar librin, flisja me vajzën time, se dhe vajza ime pati një traumë psikik, se ka qenë shumë e lidhur me baban e vetë, si gjithmonë që e pranon edhe shkenca këtë që vajza është gjithmonë e lidhur me fjatin. Mundohesha që ta ngreja nga ana shpirtërore dhe lija, do me thënë, telefonin të hapur, ishim në linjë të hapur, dhe unë i lexoja pjesë nga libri juaj. Të më falni, Elenës dhe i thosha, shiko me Elena, edhe ky fëmi ka qenë, e shikon të shflet për mamin e vetë, humbi mamin, fëmia, ti humbe baban. Por është e pamundur, shpirti, shpjegon Sadria brenda në libër, nuk zhduket, nuk humbet, e ke pranë. Prandaj, mos u mërzit,